Organizata humanitare Dora e Rinis nga fshati Forin vazhdon me aksionet humanitare përgjatë Ramazanit, ashtu siç kishte premtuar drejtuesi i saj Hasan Ibrahimi, që sofra asnjë besimtari nuk do të mbetet bosh gjatë këtij muaji, ashtu është edhe duke ndodhur. Në aksionin e sotëm të zhvilluar i disa time radhë që nga fillimi i Ramazanit janë përgatitur dhe shpërndar 31 pakë ushqimore. Aksioni ishte mbështetur financiarisht nga disa bashkëdhetar, ndërsa në total shuma e përgatitjes së pakove ishte 1550 euro. Ne sot kemi një aksion humanitar, ku do jemi të çdo familje nevojtare. Vlen të theksohet se është koha me shi, koha e bereqetit, si thënë tek ne. Shpresojmë të jemi të çdo familje. Këtë aksion humanitar e ka financuar disa mërgjimtar të cilët jetojnë dhe veprojnë në Suedi në bashkëpunim me një bashkëfshatarin ton, Besnik Xhaferin. Ju falënderit atyre që dajtën nga buxheti i tyre për të na përkrahur neve si shoqja dhe të u ndalim në ndihmë atyre nevojtarë që me vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë. Për në fundjavë, Ibrahimi paralajmëron edhe një aksion tjetër, i cili, siç ai tha, do të jetë sa dyfishi i aksionit të sotëm, edhe ai aksion mbështetet nga Mërgata. Shpresojmë që edhe ditët në vijim të kemi kësi aksione, po aksionin e madh që do ta kemi ditën e shtunë, ku mbi 60 pakë ushqimore do ketë në prezencën tonë. Ati është edhe një mërgjimtar nga fshati Forin, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, dëshiron që zëqatin e tyre ta shpërndar nëpërmjet shoqatës tonë Dora e Rinis. Organizata humanitare Dora e Rinis falenderon të gjithë donatorët brenda dhe jashtë vendit që janë së bashku me ata dhe gjatë këtij Ramazani, si dhe shpreson që një bashkëpunim i tillë të mbretërojë edhe në vijim.